Salam aleikum. Cilët ulema apo dietar të gjallë i rekomandon për me marrë dije? Barakallahu fik. Amin. Allah të nderoft edhe ty. Aleikum salam rahmatullah. Pra, ky vëlla pyet cilë dietar unë i rekomandoj prej atyre dietarëve që janë gjallë me marrë dije prej tyre. Të jemi sinqert, këtë pyetje që e ke bon ti vëlla i dashtëm, ose ti do t'jesh nxënës i dijes, ose xhamat i thjesht. Nëse je nxënës i dijes, që ke marrë nivelet nalta, ke kry medrese, ke kry gjuhën shembull arabe të mësu, ose je në fakultet të studimeve fetare në trojet shqiptare, këtë pyetje nuk e ban për arsye se vetiu nxënësi që është në këto nivele, që është të studiu për fe, e di, paka shumë i njeh dietarët e ummetit. E nëse je xhamati i thjesht prej vëllezërve të devotshëm, besimtar të sinqert, atëherë të them se nuk të bën dobi përgjigja kësaj pyetje, sepse ti nuk mundesh me përfitu prej tyne, pra prej dietarëve të botës islame, të cilët janë gjallë, se tek e fundit nuk i kupton, po dhe nëse arrin me i kuptu dhe me i gjetë të përkthyera derset e tyre, je në një nivel që nuk duhet me kalu me mësu direkt prej tyne, po me nejt në nivelin tënd. Andaj, cili alem dietar po mbetet edhe po rekomandoj ti me përfitu si xhamat i thjesht prej hoxhës së katunit tënd, prej hoxhës së lagjes tënde, të fshatit qytetit ku jeton ti. Me fillu me mësu shkronjat e Kuranit, me mësu një 50 faqe Kuran, me mësu të gjvidin mirë, me mësu besimin, çka prish besimin, çka ndreq besimin, kushtet e shahadetit, cilët janë pjesë të besimit, si falet namazit, apo kushtet e namazit, si merret avdesi, këto fjala me detaje për nivelin tanë. Pse nuk po du ty me të thanë se merr prej sheh filanit, sheh fistekut, nuk po du me të ngrit ty me një nivel që me të rrit menja. Ne du të rrim të kemi kujdes se imami i qytetit tanë i kupton rrethanat në cilat je ti, personalisht, familja jote, fshati, qyteti ku jeton ti, edhe ty t'jep çaq dije sa ti e meriton, sa duhet me i dhon, sa duhet me dhon, nuk t'jep dije të niveleve të nalta që ty me të bën dëm. Fillon me prej zarrës. Prandaj, një prej probleme me vëllezërit e ri, djemtë e ri, euforik që janë, është se shkojnë marrin ders nëpër internet për ulemave të mëdhaj, i harrojnë hoxhallarët e qyteteve tyne.